për të vazhduar programin. Okej, shkojmë në shtëpi. Nuk ja afroj fare. Nuk ja afroj fare. Atëherë, banor, jam sërish me ju. Do doja të gjithë të shkonin në dhomën e gjumit me përjashtim të Juelës, Selinit dhe Artanit. Shku ke shpia, shku e një shpi, në gjithë ata që ka bërë. Kërë një kanë zarë të loja. Atëhere, jam me ju dhe dua t'ju tregoj tani një shkëmbim që ka patur mes jush në kohën që ishi duke bërë sfidën e rezistencës tek Ovitali. Me ngacmimet vazhdueshme, ka patur disa fjali që janë thënë nga Selin. Shojmë bashkë. Unë kam marrë vesh gjegovarët e ju, janë si gjërkastrit tanë, kërnatë, me thënë, kopratës. Këto militorët thonë që më parë t'japin Zabesin. Edhe janë shumë pa besi njerëz, e thonë gjithë, pa besi njerëz. Rudi Brown thënë që janë shumë mashtruesa. Artan, Juela, si e komentoni këtë deklaratë? Ta filloj Juela po Artani? Si të doni? Juela. Atëherë, Ledion, Selin është e para që nuk e di, ka gjykuar Rogertin për faktin e krahinave, dhe është e para që është marrë me sa duket nga kjo fjali me krahinat. Përsa i përket origjinës time, unë jam shumë krenare, që jam mirditore, i përshëndes të gjithë, kudo që janë, dhe përsa i përket fjallës që kjo vajzë me origjinë, që origjinë e ke ti, Selin? Mund ta dim që origjinë e ke? Që origjinë e ke, Selin? Që ta marrin vesh shqiptar, sepse ti duhet t'jesh krenare për origjinën e familjes, për vajzën që je, ta thuash me gojë hapur, pavarësisht nga paragjykimet. Pra, kjo vajzë më le të kuptoj unë tani, që është paga shumë një viktim e gjithë paragjykimeve që mund t'jenë në opinionin publik dhe që gjithë kush prej nesh mund t'ketë pas në kurrizin e saj. Pra, unë nuk e di ku e ka dëgju kjo vajzë këtë fjalë, është hera e parë, me beso Ledion që e dëgjoj këtë fjalë. Pra në mirëditorët, unë vi nga një familje ku gjyshit e mi kanë qenë kryepleq, kanë da gjaqe të paktën gjyshdaja im, ka qenë një nga njerëzit më të rëndësishëm në verinë e Shqipërisë, ku ka nda 111 gjaqe, pra ka shpëtu 111 kohë, kam falë se emocionohem kur e them, që janë njerëz të besës, janë njerëz që e kanë respektu gjithmonë vajzën dhe kanë bo luftra për vajzën, në qoftë se ti në një familje mirëditore prek një vajzë, një mashkull, je 2 herë borxh në qoftë se prekat vajzë, pra gjëra që mu më vjen keq që do t'ja doja të kisha pasur kohë, t'ja tregoja Selinit më shumë, pavarësisht nga jeta ime perëndimore gjitha, unë nuk e harroj origjinën time, jam shumë krenare për familjen, për origjinën time, dhe më vjen zor që e kam dëgju për herën e parë këtë fjali. Okej, tani? S'di si ta komentoj më tepër. Sinqerisht e kam, çdo gjë mund të bëhesh agent shtëpi, ndoshta edhe unë pash dhe vitën time se çfarë është bë, po një fjalë të piset, që e thot Selina, që je vajzën dhe s'kan besë, ku vetë Noli Madh ka shkrujt për besën e mirëditorëve. Pra, nuk e kuptoj se si moj vajzë e mbarë, ku i keni gjukte që mirëditorët jip kanë vajzën edhe nuk jipan besën. Dhe ku i në net pa besë. Ma thuj qik, ku e ke pa në erë, ku e ke lexua, se ti dhe ke qenë valltare, ke qenë në gjithë Shqipërinë. Dhe a ke qenë erë Mirdita jo? Ke dhonë koncert atje? Me ansambli Mirdita ke qenë erë? Unë jam krenar që jam Artan Preng, Kola nga Roshi Mirditës dhe kam marrë... Dhe kam marrë përsi për një rrisë tjarë zakonqë me moshën që jam këtu. Dhe të me diçka tjetër që unë në 98-ën, kur ishin lufta e Kosovës, kam shku në Palatin e Sportit
dhe kam majt 8 pjesëtar nga hasi, ku 5 ishin vajza, dhe 2 ishin vërtej yje. Dhe i kam marrë shpinë time vetëm fare, sepse në atë kohë sa ishë nda dhe nëna ime, dhe kam pas, në më thoni kisha si motra. Dhe mu me vje shumë keq, që paktën për fjallën që mirditorët japin vajzen dhe s'kan besë, sinqerisht e kam që unë u befasova totalisht dhe vërtet jam shumë i prekur. Pavarësisht atyre gjërave që ndodhin aty, që i pash, nuk ishit të hishme shumë, por do të kesh i parasysh që këtu në këtë shtëpi, qysh kur ka ardhur Roger Sterkaj, këtu është rëndu komplet gjendja dhe këtu u pa dhe para 3 prajme, kur dhe vetë Monika doli nga vetja vetë duke mosuar së ty dhe ajo vetë, pse se dhe vetë Monika në luftën e vetë, 30 veçare politike, ka pas shumë kafsh si pun ati që ka qenë aty dhe vërtet, unë dhe asaj e besoj kur ka dal nga vetë në shumë raste që ka qenë. Nuk po e bëj as për reklam, as për gjë. Duhet ta keni parasysh që kemi një garkesë të jashtëzakonshme nga një njeri që është tu, që quhet Roger Sterkaj. Dhe ndoshta dhe vetë kemi dal nga vetja, apo unë e kam. Po do ta marrë unë deri në fund situatën. Selin, vazhdo. E para një Ledion, po ndihem shumë keq pas ka marrë për masa të këtij lloji. Do jap shpjegimin tim. Pa dashur ta justifikoj, se nuk kam në mënyrë absolute dëshirë për ta justifikuar. Si fillim, përpara momentit që unë i them Shëndrit të pjesë, vjen Rogerti dhe i thot Tanit, do më japësh besën, do më japësh besën, do më japësh besën, dhe pa dashje, duke harruar fuqinë e medias, shpesh harrojmë dhe bëhemi më popullor se sa duhet. Unë nuk kam thënë vajzën në mënyrë absolute, është një shprehje popullore, e kam dëgjuar nga rëndomti nga njerëz të tjerë, për partneren, jo për vajzën, më parë t'japin partneren se besën. Dhe më fal, një sekond, në qofsha unë e gabuar, unë po them çfarë kam dëgjuar, nuk po them këto nuk janë fjalë të mia. Çfarë po bëj unë gabim është ndoshta në një mënyrë ose një tjetër po jap forcë dhe pesh një paragjykimi krajinor që për të cilën kërkoj shumë falje. Unë kam vetë 3 familje miq mirdite, origjinë e pastër mirditore, për të cilët kam shumë respekt. Shumë fjalë thonë edhe për origjinën time. Unë jam vetë vajzë me origjinë mikse nga një skaj Shqipërisë, nga Çamëria në Podgoricë, partnerin e kam zgjedhur nga Kosova e të tjerë. Nuk ka qenë për qëllim kurse për të ofenduar një popull. Dhe mbaj mend që kam thënë dhe në momentin që jam thënë për Gjero Kastritët që thonë që janë pak dorështrënguar, kam thënë pavarësisht për çdo kraj kam thënë pavarësisht se janë njerëz të mirë, sepse unë më ka rënë rasti të njoh vetë personalisht, nuk kam qenë në mënyrë absolute konteksti për të marrë këto për masa, thjesht për të treguar Shëndritit një fjalë të popullit që unë e kam dëgjuar edhe vjen shumë keq që tani interpretuar në këtë mënyrë. Unë nuk e di dhe as nuk dua ta di se ku i gjen këto fjalë të popullit, që je gabim, je kokë këmbë gabim, për këtë mos ki asnjë dyshim. Unë mendoj që ju gjithë brenda shtëpisë dhe ne këtu jashtë duhet të jemi të gjithë krenar për origjinën nga cila do krahin që ne vim. Të lutem, jo kot, por sepse të parët tanë na e kanë dëshmuar me vepra dhe me fakte pse duhet të jemi krenar. Tani unë jam mësuar, domethënë me ty që kërkon falje, mund të jetë hera e 125, por unë mendoj që duhet të kesh kaluar ca gjëra në jetë, duhet të kesh lexuar shumë, që të arrish dhe të marrësh përsipër për të folë për krahina, siç është Mirdita apo siç është Dibra. Të lutem mos më ndërprit. Të dëgjuar nuk e shpika unë, edhe nuk besoj arbër që nuk e di sa vjeç, po nuk besoj që mos i kesh dëgjuar ndonjëherë. Duke bërë të kakofoninë, mua as nuk më kakofoninë e fillove ti kakofoninë që më ndërpreve. Jo, vetëm të them diçka, nuk besoj nuk mund ta thuash diçka se po flas unë s'kam mbaruar. Gjithmonë kemi dëgjuar shprehje të tillë lloje dhe të parë kemi dëgjuar. Padera nuk ka. Selin, ta mbaroj Arbri edhe do ta jap. Arbri mund ta mbaroj, po nuk më pëlqen mënyra se si unë. Po halli më fort që s'pëlqen ty. Halli më fort. Po faleminderit për respektin. E di sa shqetëson. Faleminderit shumë për respektin. Ne kuptoj që nuk shqetësohesh. Jo, për këtë gjë herë unë s'kam respekt fare. Skimera për atje. Tani, dua të t'rikujtoj diçka. Noli i madh
nuk e ka thënë tamam ashtu tam, por ka thënë nëse doni trima, i gjenin mirë ditë. E nuk ka trim nëse nuk e di se çfarë do të thotë besa, moje dashura Selin. Nuk e kam thënë, okej, po kuptoj që kjo duhet marrë to për masa, në rregull. Duhet ta mësosh fjalën. Po jo më Selin se nuk ta mëson dot edhe për masa. Besoj se ke lind sot. Ajo që ke bërë ti, unë jam 23 vjeç e pas kam dëgjuar ti edhe jo nuk e kam dëgjuar. Pas ke dëgjuar unë. Jo, nuk e kam dëgjuar. Po për gjë kam që ke dëgjuar që thonë ndërtuar, as nuk po dua ta ç'bëj çfarë kam bërë. Nuk e kam dëgjuar. Se ke dëgjuar. Por unë mendoj që ka momente që ty arroganca të zë syt. E marr vesh. Në rregull, kështu mendoj unë. Okej. Më ka thënë të muti nxjerr. Po lene më burë. Atëre, duke mirë kuptuar aq sa mund të mirë kuptojmë faktin që ndodheni brenda asaj shtëpie që Jo, s'ka problem fare, Ledion, nuk kam bërë një punë që më është dashur të shkoj në Zokrainë Shqipërisë, edhe të studioj traditat dhe kulturën e Zokraine, edhe është shumë e turpshme, domethënë të trajtohet në këtë mënyrë, se do them vetë kam miq mirëditor, të cilët i përshëndes dhe kam respekt të papar, po jo vetëm për mirëditën, po kam qenë para aty që jam çuar ku ke Rogertit, duke i cituar si vajzat veriore, vajzat të forta dhe vajzat figore, vajzat të dobta dhe Joela mua më mundonte. Kështu që unë nuk po them, nuk po e ç'bëj çfarë thënë, nuk e kam shpikun, unë po them çfarë më vjen keq është duke harruar fuqinë e medias, ndoshta po përforcoj një paragjykim, jo të dal nga goja ime. Dhe për këtë po kërkoj falje. Këtë isha duke të thënë, që duke qëndruar. Me qoftë se që kanë 125 herë që kërkoj falje, domundon mos kërkoj më. Duke që, jo, shiko, e para një herë. Po edhe Arbi nuk më drejtohet mua me kjo. Nuk jam kjo, unë jam Selin. Dhe nëse kam bërë një gabim, është më e ishme të vish dhe të thuar se li ke bërë gabim, të trajtosh mua në një leck, Arber. Të lutem më jep sa respekt të jap. Ju lutem, keni pak. Sa respekt të ti keni pak durim. Po nuk më dhe mundësi të marrë fjalën. Nëse nuk e ndjen respektin atë shprehu, Selin nuk e ndjen më sepse më ndërpreve. Po kjo, ky s'e jam drejtuar ndonjëherë, a kupton? Po e dashur, nuk edhe në moment që të mbaroj mendimin tim, sepse kuptove se ju nuk jam në krahun tënd, kaq. Unë të paktën veten time e respektoj në mënyrë maksimale. Vazhdo me motor. Keni pak që ke këtë çfarë. Po le të për origjinën time radhës tjetër. Edhe në këto nuancat e arrogancës nuk e di se kush i tregon me kë. Ti, Selin, në këto momente, fakti që nuk po ndalon së foluri, je duke rënduar atë gjën për cilën po flis. Okej, e kuptoj. Edhe këtë ta them miqësisht. E kuptoj. Përtej çdo gjëje. Ajo që po mundohem të them edhe që ndonjëherë kam të vështirë për ta thënë sepse ju jeni të mbi karikuar për të shpjeguar qoftë edhe diçka që ja keni kputur kot. Ore, e di çfarë është e vlefshme ndonjëherë të mos numërosh sa herë thua më fal. Jo si numëron Arbi. Ashtu. Të mos shqetësohesh për mënyrën se si të drejtohet ty dikush, sepse mënyra se si të drejtohet ty dikush tregon për atë, nuk tregon për ty. Po ma tregonte lagja të shtëpia, po ma tregon të gjithë shqiptarëve. Një sekond, të lutem. Nuk po më drejtohet se obori shtëpisime, po më drejtohet një media, ku në të njëjtën media unë bëra një gabim për të cilën po mbaj përgjegjësi dhe Arbi është i gati të dalë dhe të përshtorojë një vajzë duke konsideruar kjo. Po nuk të shkon ty rola e nuk të shkon roli viktimës. Nuk të ka fare ti viktima këtu. Ti marrë përsipër në televizion të shash një krahin. Ti po shash një krahin dhe ke akoma gojë me fol. Unë mendoj që mënyra më e mirë për të kërkuar falje ti në këtë rast është thjeshtja. Unë marr vesh në hierarki ti ke më shumë rëndësi se sa unë. Këtë e marr vesh dhe jam shumë humble në hierarkinë e konga ime për të folur për ty. Në hierarkinë e kujt? Në hierarkinë e vendit ku jemi. Në hierarkinë e vendit ku jemi ç'do të thuash? Që do të thotë që vjen vllai i madh, produksioni, Ledioni, opinionistët, pastaj banorët. Jo, e keni gabim. Si opinionistët nuk janë pjesë e asnjë hierarkie. Thjesht opinionist fiks. Si vazhdim i kësaj, opinionistët kanë opinionin e tyre që vlerësohet nga miliona njerëz që shohin këtë program. Për ca janë dakord me ta, për ca nuk janë dakord me ta. Iku kjo. Së dyti, vllai i madh është vetëm ai, nuk ka hierarki tjetër. Është vllai i madh dhe kaq. Unë jam thjesht një njeri në mes të vllait të madh dhe juve, meqense vllai i madh nuk ka gojë që të flas me zërin e vet. Dhe ajo që po thoja është kur ti thua që ke patur gjithë këto përvoja pikërisht me njerëz nga Mirdita, me njerëz nga Dipra, atëherë njeriu pyet për çfarë dreqin
e them unë këtë. Pra unë, para se të flas, a e mendoj ndonjëherë, ore, unë po them këtë gjën, çfarë i bën kjo atyre njerëzve që e shohin programin nga Mirdita, atyre njerëzve që e shohin programin nga Dibra, atyre njerëzve që e shohin programin nga e gjithë bota dhe janë nga Mirdita dhe nga Dibra. Pra çfarë sjell? Ki parasysh që Big Brother është një format që ka një audiencë shumë të lartë të shqiptarëve që pavarësisht se nga jetojnë kudo, dhe çdo gjë që thuhet merr një peshë të caktuar dhe forcon ta stereotipe të cilat prej kohësh njerëz që bëjnë televizion, që shkruajnë libra, që shpërndajnë kulturë, mundohen t'i ç'bëjnë, sepse janë ndërtuar me kalimin e viteve nga ca njerëz të cilët kanë pasur X apo Y interes. Dhe do ishte më e ndershme, siç nuk ta them vetëm ty, po ja u them të gjithëve aty brenda. Ore, gabova, e dreqosa, më falni, jam gabim, kaq. End of the story, nuk ka nevojë për 100 milion justifikime. As nuk u mundova ta justifikoj, as nuk thash jo se kam thënë unë, as nuk e thash nuk e kam thënë me këtë kontekst. Thash pa dashje, ndonjëherë edhe kur din shumë ndoshta është gabim, pa dashje citova një fjali të dëgjuar rëndonti. Nuk e kam shumë gabim, jo ndoshta. O zot, tani nuk më intimidon do, tani unë mbaj përgjegjësi për çfarë nxjerr goja ime. Gabim, jam gabim. Nuk thash ndoshta jam gabim, dëgjoj nga vesh, nuk thash ndoshta jam gabim. Nuk e fillon nga fillimi se doti. Dhe si po thoja Ledion, më vjen shumë keq që ka marrë këtë përmasa, sepse realisht kush më njeh mua e din që një nga projektet më të mëdha të Ministrisë Kulturës i kemi mbrojtur me një zonjë nga Mirdita dhe me kulturën mirditore. Kështu që në mënyrë absolute nuk ka qenë ky qëllimi për të ofenduar krahinën e asnjë vendi në Shqipëri. Ka qenë për të mburr. Kjo zonja e para duhet të jetë lënduar shumë nga kjo. Patjetër, dhe kërkoj shumë falje asaj zonjës gjithë mirditorëve dhe çdo krahinë që mund të jetë prekur. Kaq mjafton. I kërkoj edhe banorëve të tjerë që të kthehen në living dhe ndërkohë duaj që pjesëtarët e